dua asnjëherë. Për mu absolutisht nuk më intereson më shku me shiqu botërorin ik. E rëndësishme është Kosova me u kualifiku. Këtë anë të kom pas gjatë gjithë jetës, kom punu me shokët e mi në këtë drejtim, jam njeriu më i lumtur sot në këtë botë, mirë po do të bëhem edhe më i lumtur kur sonte të festoj së bashku me djemtë e kombëtarës, me tifozët edhe me gjithë kombin tim. Dresën e pas ke vesh, ka ke bu gati këta për dim. Gjithë jetën. Edhe pyetja për fund, si që ka qenë shumë aktuale, a ki bilet? A ti mos keni bilet bre? A ti kjo pyetja që po sillen? Problemi më i madh është me biletat, thonë që shumë njerëz kanë marrë bileta. Federata joni u ka jap njerëzve shumë bileta, mirë, po disa matrapaz i kanë keq përdor. Qa është me keqe ju kanë shitë edhe kundërshtarëve, që për mu është absolutisht e papranueshme. Unë e kuptoj biznisin, unë e kuptoj që në shumë vendet botës bëhet edhe biznes, mirë po, për shembull gjermanëve që ju intereson në momentin mirë po Gjermania ka qenë me 100 herë në botërorë evropian, ne kemi sefte, nuk duhet që të shitet bileta, kësaj radhe. Kur kualifikohemi në botërorë, pastaj për mu le të shesin, inshallah bëhen milionera.